pikërisht këtë moment praninë e djalit të partnerit në familjen tuaj dhe ai është një tjetër element që ka ndikuar në prishjen e disbalancave dhe harmonisë familjare, pa çka se ti më ke treguar edhe më herët që je investuar tek ai fëmijë dhe je përpjekur ta shohësh edhe atë si fëmijën 4 vjet. Për 4 vjet dhe më pas jam thënë okay, mund të sjell një fëmijë kam të partnerit sepse ai më ka pranuar si një person në jetën tënde. Ai derisa para se të lindja thoshte motra e madhe është Azana. Më pas nuk e di se çfarë ndodhi. Pas 3 muaj, 4 muaj nuk e di se çfarë ndodhi me fëmijën. Dhe si sillej djali? Si sillej djali partnerit me foshnjën, me ty? Ishte shumë kështu i kujdesshëm, të lutem, kujdes se mos e mbyt motrën, kujdes se mos e lëndon motrën kur i ndron bebelinën, ishte shumë i kujdesshëm. Por nuk e di se çfarë ndodhi më vonë dhe fillon i thot fjalë jo të hishme me motrës vet, si për shembull biç. O baba. Për shembull e puth në buzë, për shembull i do të tenton ta vendosi dorën në bebelinë ose dua të shikoj unë motrën la kur ishte ty sepse unë jam çon dhe mund t'ju shikoj juve. Ndoshta janë hormonet, nuk e di, është një person tjetër që i flet në vesh, nuk e di, ose shikon YouTube, nuk është në kontrollin e dur. Shikon sjellje të hishme, se jetë një gjë tjetër. Sjellje të zakonshme të një fëmie 7 vjeçar nuk janë. Sepse fëmia në këtë moshë akoma nuk e ka të stimulin për të qenë impulse seksuale. Normalisht e ka akoma domethënë duke eksploruar, mund të jetë një pjesë eksplorimi që mund të ndodh fëmijëve, por më duket pak e egzageruar për një fëmijë të ketë si në komunikim, prandaj në shprehje verbale është pak e tepër. Unë deri në këtë pikë të rrëfimit të Antonias mund ta shija edhe si një sjellje xhelozie të fëmijës, por mendon që mund të jetë i veshur edhe me një ndikim të jashtëm në këtë sjellje veprime që bën? Mundet. Frika ime nuk është në sjelljen që bën ai, frika ime është në sjelljen që ai mund të bëjë nesër me në shtëpi dhe kjo mund të doj ta bëj. Po i flitet fëmijës për shumë nga jati që për të sjelljen që duhet të limitohet. I flitet nga mua, nga jati, sipas partnerit tim i flitet nga jama, por nuk i flitet tani për 5 minuta zero se si ke fare fare. Është agresiv. Vazhdon në një situatë. Në qoftë se ti e mërzit për një gjë që ai do dhe ti nuk e jep, bëhet agresiv. Në qoftë se ti plotson të gjitha teket, pra bëhet agresiv. Bëhet i dhunshëm. Po jo si mund të bëhet. Me mua po, më ka gjuajtur. Në çastin që unë kam thënë jo, nuk mund ta marrësh motrën në krah, nuk mund ta marrësh në krah sepse është e vogël. Sepse ai e merr dhe largohet dhe hipën maj kravatit, që normalisht është e vogël. Edhe mua më ka gjuajtur me çopën në krah, më ka gjuajtur dhe jam kthyer, që më ka kapur në pjesën e prasme të shpinës. Në atë moment unë isha duke filmuar sepse po flisja, i thosha pse sillesh kështu, të lutem më shpjego, nuk dua të bëj keq, jam këtu sepse të kam xhan, nëse s'kisha xhan nuk të mbaja te shtëpia, nuk të çoja në park, nuk të çoja këtu. Dhe ai më ka gjuajtur duke thënë ti nuk ke prindërim, nuk mund të më flasësh në këtë lloj mënyre. Dhe fati im ishte që unë po e filmoja dhe ja kam treguar partnerit dhe kur ai e ka ballafaquar, ai thjesht i tregoi situatën komplet e kundërt. Është një moment shumë delikat, kjo marrëdhënia me fëmijën e partnerit dhe ku ti mund të gëtohesh pastaj ajo e keqja e marrëdhënies, po. Prandaj vjen mirë që ka qenë e vetëdijshme për atë që po ndodhte dhe ka kapur. Unë duke dëgjuar rrëfimin e Antonias, sepse nuk jam eksperte për të analizuar dhe për ta interpretuar çështjen ashtu siç bën ti Jona, mund ta shikoja si një mënyrë për të minimizuar veprimet e tij dhe për të menduar që është thjesht një fëmijë. Mund të veprohet kështu apo janë sjellje që nuk duhen dhe nuk mund të nënvlerësohen? Absolutisht nuk duhen të nënvlerësohen, sepse në këtë moshë ai duhet të ketë shumë të qartë, ta ketë, jo të mësohet në këtë moment që ne flasim, pra për moshën 7 vjeç. Ai duhet të ketë të qartë, siç po thonë me kufin trupor, ditë veten e vet, tjetrin, se si mund të reagoj, por këto gjëra duhen mësuar, ky fëmijë duhet mësuar nga të rriturit, nga adultët. Fëmia duhet kuptojnë ndjesinë e turpit. Se ne flasim për ndjesinë e turpit që ne nuk duhet ta kemi. Ajo në fakt na frenon ose na bën që të jetojmë një komunitet ku zbatohen disa norma që janë të shëndetshme që ne të funksionojmë. Nëse ky fëmijë nuk e kupton tani, do ta ketë problem në fazat e tjera. Ta frenoj veten përballë stimujve që i shfaqen. Prandaj është shumë e rëndësishme që ai ta ketë të qartë shumë këtë pjesën e kufive të paktën natyre fizik, po këtë pjesën e agresivitetit, dhunës që ai ka ushtruar ndaj Antonias, e shikon edhe si një formë rebelimi, ndoshta edhe xhelozie që është zvonësuar.
është pasuar me një motër. Po, zakonisht edhe fëmijët kur janë vëllezër, motra bashkë, domethënë të një familje, aty linden xhalozit, sepse fëmijët kanë një perceptim shumë delikat edhe ndjejnë atë gjën pa analizuar shumë. Pra nuk është se ata përpunojnë në mendime, tani unë po zëvendësohem. Por ama ndjejnë që mungesa e vëmendjes nuk është. Sikurse e preku pak më përpara Antonia kur tha për vajzën që një fjalë e thënë nga Viera dhe ajo menjëherë ndjeu, sepse ata e ndjejnë atë perceptimin e të rriturve. Ai e jep siguri ky adult apo jo për mua. Kjo gjë ndihet nga toni i zërit. Kanë një perceptim është shumë delikat dhe fëmia tjetër në këtë rast e ndjen që një vëmendje i ka ikur dhe shpreh këtë mungesën e vëmendjes e shpreh në mënyrë agresive dhe nëse nuk i ulet sjellja, siç e thash, ajo mund të avancojë më shumë. Prandaj është akoma në kohë. Mendoj që është kjo pjesa që ai gjen siguri tek mamaja e vet, sepse ajo i ka thënë që unë jam e keqja. E ke të vërtetuar ti këtë? Antonia është e keqe. Po, më ka thënë vetë me gojën e vet, edhe ka qenë partneri prezant. Thënë Antonia ti e keqe. Po pse jam e keqe? Po sepse mami im më ka thënë që ti e keqe. Dhe ti e ke natë mamin. Kjo është kalosh ndjesitë e tua. Unë kam shar mamin. Jo, më thama. Unë të kam thënë mos ta duash mamin, jo ti më ke thënë që ta duash shumë mamin dhe ta respektoj. Atëherë pse Antonia ka inat mamin të dhe unë ka thënë që më thënë dhe ai vetë në një moment nuk e shpjegon dhe justifikoi po unë jam fëmijë. E pas ka zgjuar si të justifikohet. Për të justifikuar është i pare. Unë jam një fëmijë dhe ti nuk mund të flasësh ashtu. Shiko, kjo edhe manipulimi është në kulëm, por që më nuk më pëlqen fakti që dëgjoj një fjalë të tillë që mamaja e vet i ka thënë që Antonia është e keqe. Unë nuk e kam njohur kurrë. Kur kam ardhur ti me partnerin tim, ke qenë 3 vjet, po hyn për 4 vjet që ndar. Unë nuk kam qenë shkaku i ndarjes tënde. Unë fëmijën tënd nuk e kam lënduar në asnjë moment, nuk e kam sharë dhe nuk ta kam ofenduar. Pse ti duhet ta bësh një gjë të tillë me mua? Aq më pak kur unë kam një fëmijë të vogël dhe ti e di shumë mirë situatën time sepse e ke kaluar. Dhe kjo pjesë mua ndonjëherë mendoj nuk e di, kam ardhur në një familje që të gjitha femrat që ka pasur partneri im në jetë, jo vetëm ato në krevat, po dhe kështu që i rrethon një empati femërore ose ka vdekur mua empatia dhe s'e kupton çfarë bote po jetoj. Ose kanë trauma që i kanë shoqëruar për gjithë jetës edhe si kanë shkarkuar dot ndonjëherë. Shiko, kjo është një prirje shumë egoiste nga një prind që kërkon të manipulojë një fëmijë ose t'i kaloj diçka fëmijës për të zgjidhur një çështje të vet personale, pra të krijosh atij idenë që Antonia në këtë rast, që është partnerja e re e babait, një ndjesi sulmi, pra që ai të sulmohet nga fëmia është shumë egoizëm prindëror, sepse ti bën keq fëmijës tënd. Po, pikërisht atë do të jo Antonias. Po, sepse rrit një fëmijë me urrëtie, një urrëtie që as ai vet nuk e di se nga i vjen. Kam përshtypjen që situata është shumë e rënduar në familjen tënde, Viera, djali partneri që është